ajetin e Kur'an ku Allahu subhanahu wa taala thot al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot e plotësova fenë tuaj. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe e përsosa dhuntin time ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dina. Dhe unë zgjodha islamin fe për ju. Ky ajet madhështor që dëshmon se Allahu e ka përsos këtë fe. Dhe fakti që kjo është fe e përsosur e Allahut tregon për bukuritë e saj. Në të gjitha sferat, Allahu është i përsosur, është i pastër nga tmetat, dhe Allahu e ka zbrit fenë e tij të përsosur edhe të pastër nga tmetat. Pastaj Allahu na thret vetë që ne të hulumtojmë, që ne të studiojmë këtë fe, të shfaqim bukuritë e saj, edhe thot efala yatadabbaruna al-Qur'an. A nuk e meditojnë ata Kur'anin, a nuk e mendojnë mirë për ajetet, fjalët, udhëzimet e Kur'anit. Walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allahu thot sikur ky Kur'an të ishte prej dikujt tjetër, të mos ishte prej Allahut, ata kishin me pa kundërshtime të mëdha, mos pajtime të mëdha në të. Por aq është i përsosur që tregon se është prej Allahut fuqiplot. Tham muslimani ka vetën e tij, pikëspari që të hulumtojë edhe të shoh bukuritë e Islamit, sepse kjo ja shton dashurinë për këtë fe, ja shton përkushtimin ndaj Allahut fuqiplot, ja shton falënderimin ndaj Allahut kur e sheh se çfarë bukurish Allahu i ka zbrit me fenë e tij.